e kam zgjidhjen, do të thonë dejnë detaje, do të thotë ky problem që është më i madhi për kryeqytetin, e që është marrë një kryeqytet mu përballë me një temë që është kjo, çush ka ardhur deri te kjo, nuk janë apliku format, do të thonë deri në fund, ka qenë çështje korruptive, është marrë një qenë, është bë operacion, është kastru, është sterilizu, pastaj ju kanë gjitë ajo shenja në vesh që është kry puna me ta, ajo mas 2 mujve ka qenë pjellore, do të thonë ka qenë çështje korruptive, dikun 75 euro i kanë marrë për një qenë, i kanë nasaku kafshët edhe nuk ka pas efekt. Ato prap kanë qenë pjellore, prap janë nëpër qytet, prap rrezikohen njerëzit prej kafshimeve, prap rrezikohen prej smundjeve të ndryshme. Nëse e zbatojmë planin tonë që është adaptim, strehim, kastrim, sterilizim, vaksinim, dikun për 4 vjet, do të kemi minus 80% mundësinë e kafshimit, minus 60% prezencën e këtyre, më ka ndihmu një shoqat që është dashamirëse e kafshëve që edhe unë jam në atë shoqat edhe ju ndihmoj, edhe besoj që e kemi planin më të mirë, edhe nuk besoj që e kanë këta tjerë di plan për këtë dukuri, besoj që kanë dështu komuna në këtë aspekt, sepse problemi është real tash, një po na për 4 vite besoj që nuk do të kemi hek me listë problemeve çështjen e qenve ndacak.